Mbaj mend një profesor matematike, më tha që dëgjoj tha, në mësimin tim nuk do vish. Në gjatë 2-3 ditë të javës edhe do shkosh do bësh një rol në teatr, më tha. Me kënaqësinë më të madhe I thash, vetëm mos të vi në mësimin tënd. Ora matematikës. Po ti ku pas ke qenë? Po pra, me kënaqësinë më të madhe dhe mora kështu lehçëm, edhe për çudi aty një rol shumë I vogël që unë gjithmonë me intuit, gjithmonë një fëmijë 12 vjeç, si mund ta bënte, u bëra më I famshëm shkollës. Edhe më erdhi drejtori dhe s'kam për ta haruar dhe unë nuk e di, kisha lartuar dhe kisha duart me ujë, më thot, "Ai madh Greqi." Hajde të puth, më jep duar, më thonë, më kapi më përqafoj se I përqeva në atë që bëra dhe në ai moment pastaj filloi një rrugtim shumë I bukur.